Ndërkohë një sasi e dyshuar lëndë plasëse është konstatuar mëngjesin e kësaj të hëne në ambientet e parkingut të një subjekti minerar në Spaç të Mirditës. Më shumë detaje do të na jap kolegu Jul Simoni. Jul, cila është dinamika e kësaj ngjarjeje? Ju përshëndes. Në fakt, një sasi e dyshuar lëndë plasëse është konstatuar mëngjesin e kësaj të hënë në ambientet e një parkingu të një subjekti minerar në Spaç të Mirditës. Ka qenë administratorja e kompanisë nxjerrjes së Bizaltit, shitësia me iniciale IB, e cila ka njoftuar policinë pasi në një kamion të parkuar është gjetur një cjesë që dyshohet se përmbante pikërisht lëndë plasëse të pashpërthyer. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët përmes forcave gjeniere bën të mundur largimin e lëndës plasëse, ndërsa në ndërtimin e prokurorisë po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin e autorit dhe dokumentimin ligjor pikërisht të këtij rasti, i cili është i dyti në harkun kohor të 24 orëve që ndodh në qarkun e Lezhës, duke referuar edhe asaj ngjarje e cila ndodhi ditën e djeshme ku u shpërthye ju vendos lëndë plasëse e cila shpërtheu në makinën e një punonësi të policisë dhe ajo ngjarje e cila vijon të mbetet e pazbardhur, por nga ana tjetër duke referuar kësaj çfarë ka ndodhur pikërisht në Mirditë, vetë fjalë për një subjekt minerar, një kompani holandeze e cila operon pikërisht në këtë zonë, në thirrjen e Bizaltit, dhe po vijohet me hetimet për të zbardhur shkaqet dhe motivet pra që kanë çuar në vendosjen pikërisht në njërin prej makinerive, një tonazh të rëndë të kësaj lëndë plasëse, ku normalisht po vijojnë edhe verifikimet për të përcaktuar edhe llojin dhe sasinë e cila ishte vendosur poshtë automjetit. Një fjalë që ishte i parkuar pikërisht në pranë këtij subjekti në një zonë e cila është disa kilometra larg rrugës së Kombit, pikërisht në njësinë administrative të Oroshit. Gjithsesi po shihen edhe kamerat e sigurisë të biznesit, në fjalë që operon pra të kompanisë që operon në këtë zonë, por edhe përgjatë superstradës për të parë lëvizjet që mund të ndihmojë edhe në identifikimin e autorit apo autorive të vendosjes së saj të lëndës plasëse. Jul, faleminderit. Do të lidhemi sërish nëse do të ketë të reja të tjera sa i përket kësaj ngjarjeje.